Bëni fëmijë dhe njihni ligjet tuaja, sepse ka hapësira ku mundet që të dalin të gjitha palët gëzuara në fund. Unë jam Lazion Petri, jam nga Korça, punoj për kompaninë Fix prej 5 vitesh dhe jam një baba rishtazi. Jam bekuar me një vajzë që quhet Adria dhe këtu jam për të dëshmuar dhe për të rrëfyer se sa mirë më ka bërë të ndihem dhe sa mirënjohës jam për të drejtën që gëzojnë sot njerëzit për të marrë lejen e prindërimit, në rastin e fjalë edhe meshkujt, lejen e babait. Ne bashkë me bashkëshorten vendosëm që me qenë se vajza presupozoi të lindte në muajin maj dhe bashkëshortja ime është mësuese dhe do rikthej në punë në shtator, e pleqëruam dhe thamë që mbase duhet konsideruar që lejen e prindërimit ta marr unë që jam babai në këtë rast. Dhe bëra kërkesën në kompani, më jam mirënjohës kolegës sime Xheni, që është menaxhere burimeve njerëzore, e cila e mori me seriozitet këtë çështje dhe e përcolli tek CEO-ja i kompanisë. Jam po ashtu mirënjohës për CEO-n e kompanisë sepse e mirëpriti dhe fal vizionit të tyre, sepse nuk mjafton vetëm kuadri ligjor që sot Shqipëria e ka, por duhet dhe bonsensi nga kompania dhe unë bëra 4 muaj nga jeta ime me përgjegjësinë e babait, qëndrova me vajzën dhe në momentin që vinte bashkëshorte që pastaj asistonin njëri tjetrit. Unë nuk e kisha menduar që do ta bëja këtë gjë, por jeta e sjell që ti duhet i dalësh zot situatave, kështu që ndoshta në kulturën tonë shqiptare, baballarët rinë në disi më të tërhequr, janë më të ftohtë nuk do thosha në rritjen e fëmijës, por në fazën e parë të rritjes së fëmijës. Dhe sidomos edhe kur bëhet fjalë për vajzë, kulturalisht mbase janë këto paragjykime, po bashkëshortja ime mendoj që pjesa më e madhe e bashkëshorteve kështu duhet ta kishin reagimin që duhet të kishin një dyshim në fillim. Dhe kështu ishte edhe rasti që s'net ti të merresh me këtë punë dhe sigurisht që ti je babai, po a do ta bësh dot mirë ose a e ke menduar mirë që çfarë të pret? Fjalë. Mendoj që pati dobinë e vet sepse tani e ndjej që jam lidhur dy fish me vajzën, pasi ti ri emocionalisht, ndam kohë me ta, ri fizikisht, në momentin që për ditë me radhë, për muaj me radhë, vajza flen në gjoksin tënd, edhe me ty, dhe ti je atje për ta pastruar, për të kujdesur, për ta ushqyer, mendoj që është një lidhje që do na zgjasë gjithë jetës. Tërthorazi na ka vlejtur edhe mes kolegësh për të ndarë këto përvoja dhe këto politika pro familjes. Për më tepër edhe në nivel individual, mendoj që njeriu vjen dyfishmi i buzëqeshur në punë, sepse është mirëqenia mendore, emocionale, shpirtërore që vjen bashkë me ty. Pra, unë do ta kundërshtoja ekuacionin që e barazojnë që mirëqenia për një punëtor apo për një të punësuar është vetëm sa e ka rrogën, është edhe ajo, sigurisht, është një element i rëndësishëm, por mendoj që nëse ti je i qetë për detyrat e tua familjare, edhe në punë je më produktiv, dhe vjen më me ide kreative, je më i motivuar për të punuar, për të sjellë projekte të reja, punë të reja, dhe për të punuar me ekipin me harmoni dhe me pozitivitet. Mund të duket sikur fillimisht kompania ka humbje që po të largon nga gjiri i vet, por kur ti rikthehesh në gjirin e punës, je më i përkushtuar dhe më produktiv.